Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit tonë El Fela. Sot me ju, moderator Dardan Gashi dhe gjithashtu me ne, Hoxh Sinan Rushiti. Hoxh, selamu alaikum. Mirë se u takuam përsëri. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se u takuam përsëri Dardan. Alhamdulillah sheh. Hoxh, sot në këtë episod do të flasim për Ramazan, muajin e Ramazanit. Siç e dim ton ka filluar se tash një 10 ditë, 9 për disa. Allah na i pranoft. Amin. Në këtë muaj të shenjtë do e flasim disa tema rreth saj. Spori po kam dëshirë disa pika. Spori kisha dëshirë me të pyet si po kalojmë në këtë muaj me xhamat, me xhamin, me iftare, me sfyrë të gjithat. Allah trujt të begatoft të shpërbleft e agjerimin Allah na e pranoft. Amin. E bafta Allahu që ky agjërim, këto ditë agjërimi edhe ky muaj të dëshmon për ne ju kundra nesh në ditën e ahiretit. Nuk ka begati më të mirë, nuk ka nimet dhunti më të mirë se sa me ta mundsu Allahu me arrit këtë muaj të begatshëm muajin e Ramazanit. Elhamdulillah që Allahu na ka mundsu. Edhe ja po tash po i shfrytëzojmë këto ditë me shumë të mira. Falë Allahu të kalojmë shumë mirë. Falë Allahu të kalojmë shumë mirë. Edhe pse dobësia ekziston te njeriu si njeri, jo çdo njeri është i vetëdijshëm për një të mirë që Allahu ja ka dhënë, ka mundsu. Por elhamdulillah në një farë mënyrë mundohemi me përmes aktiviteteve dhe angazhimeve tona që kemi, si çdo hoxh në çdo xhami dhe si shohim tash rrjetet sociale. Allah i ruaj të gjithë xhallarët të cilët japin mund kontribut gjatë këtij muaji, po edhe jashtë këtij muaji për me i gjallë zemrat e besimtarëve, për me i kënaqë zemrat e njerëzve, për me i ushqy shpirtat e uritur dhe në fund me arrit kënaqësinë Allahut fuqiplot. Pra kalojmë mirë, po shpresojmë alama mirë dhe këto ditë që ne ka mbetur që alama mirë të shfrytëzojmë dhe të kalojmë. Që tash vonë ke publikuar një post rreth kësaj që tregua më herët për hoxhallarët. Po çka është interesant se atë që postova kishin menduar se dikush më ka fol. Pra postova një shill për vëllezërit, xhamatin, të kenë kujdes ndaj hoxhallarëve, ndaj prizve të atyre të cilat gjatë këtij muaji kanë shumë angazhime, kanë shumë ngarkesa, qoftë ajo me faljet e namazit të taravis, po qoftë ajo ata ta agjerojnë si të gjithë të tjerat, po veç asaj ngarkesat e tyre psiqike janë shumë më të mëdha se majnë një përgjithësi, kanë ligjërata, kanë thirrje, ftesa të ndryshme kështu me radh, kanë programin e aktiviteteve të atyre, kështu që vëllezërit janë të kujdesshëm në mënyrën se si kontaktojnë, si flasin me hoxhallarët, për shkak se ata janë njerëz që ata lodhen. Pra e postova me çat qëllim që në një farë mënyrë pak të ngrejmë atë vetdijen, po jo se diçka më ka ndodhur, kaloj mirë, alhamdulillah kur kush më ka thënë. Si rikujtim. Po si rikujtim se nevojtet që farlloj rikujtimi se harrojnë njerëzit. Dikush e din, dikush e kupton, dikush e vlerëson, por jo edhe të tjerë. Kështu që don Allahu çdo xhamatli e kupton peshën, rëndësinë e hoxhës së tij që ka te xhamia, e kupton peshën, rëndësinë e angazhimeve, emanetit, aktiviteteve që ka marrë si për hoxhës si hoxh. Është një fjalë që mund dëgju tek disa xhamatli, ju po them shumë në përgjithësi, është po hoxha ka vetëm atë punë. Amo edhe na kur të lodhëm punë, i korrigjojmë, nuk është punë. E vërtet se shumë me vend se që shtu shprehen vëllezërit, ne i korrigjojmë u themi jo, nuk e ka punë. Nëse hoxha e shpreh me gojën e tij është gabimi i tij. Por xhamati nuk duhet ta konsiderojnë angazhimin e hoxhës si punë, po është misioni i tij, është emaneti i tij, është përgjegjësia e tij. Dhe prandaj ka mësuar dinin, ka studiu, ka përveçuar dije që të jetë në shërbim të dinit të Allahut dhe të jetë në shërbim të umetit të njerëzve në përgjithësi. Vërtet. Allah shpëlbeft hoxh. Me gjithë. Po edhe na si xhamatli për shembull, ankohemi ka herë jemi lodh, kemi qenë agjerueshëm,
Dhe na jemi të bëjmë qatë punë që pëthojnë këta, edhe na po e bëjmë të nditëm, se na kemi drejt më lodhë e jo hoxhallar për shembull. Lodhen hoxhallarët me angazhimet e tyre, lodhen besimtarët me agjerimin e tyre dhe me angazhimet e tyre që i kanë përgjegjësitë e tyre për familjet e punë në përgjithësi. E lodhen edhe motrët tona, nënat tona. Edhe ato, edhe nëse marrim më së shumti që lodhen gjatë muajit të Ramazanit, janë nënat motrët tona. Lodhen më të madhe ata e kanë. Vërtet. Se krejt presim në iftare gjithë shka tjetë, gatshëm, me shien më të mirë, mos na mungon kur gjë, e ata të mirën me fëmijët, kujdesin për fëmijët, për përgatitjen e iftarit, edhe ata me gjëru, edhe me të vërtet lodhen, po Allah i shpërblef me xhenet, dhe u themi duroni, u themi shpresoni në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, sepse Allahu do t'ju shpërblen shumë më shumë se sa ne, për shkak se ju keni më shumë angazhim si motra gjatë Ramazanit. Vërtet, edhe një pikë nashta që kam qef me thonë është se sidomos disa motra harrojnë këherë, po mos e harrojnë se çdo besimtar që ulet në sofër dhe han prish agjerimin, shkon shpërblimi atyne. E ata është shpërblim shumë i madh për to. Para mendoj nëse jem 5 antar, ta agjerush. Si kër 5 ditë agjeron plus për vetë. Se cilën ditë? Çdo ditë. Para mendoj çfarë shpërblimi të madh fiton nana ose motra ose gruaja që përgatisin iftarin. Allah. Po u themi kjo është edhe një nder që Allah i ka nderu, që Allah ka mundsu me marrë kështu subhanallahu kur të nalesh pak të mendosh, Allah Azza wa Jall qoftë gjinis femërore mashkullore, kupton që kujt i ka dhënë një shans, një mundësi të madhe që tjetri nuk i ka për me fitu se vapesh problemet tek Allah subhanahu wa taala. Kështu që i përgëzojmë për këtë vepër të mirë, se shpërblimin do ta gjejnë tek Allah subhanahu wa taala, se me të vërtetë 30 ditë ose 29 ditë me përgatit iftare çdo natë për 4 vet, 5 vet, agjerushët plus për vete, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Man fatara sa'iman kana ajruhu ka ajru sa'imi ma naqasa minhu shay." Kush jep një agjerusi që të han iftar, shpërblimin e ka sikur shpërblimi i agjerusit. Nuk i mungon asgjë nga agjerimi. Nuk i mungon asgjë nga shpërblimi. Një sikur. Subhanallah. Allah është i madh. Hoxha kum dëgjuar një post tjetër për këtë çështje, se disa burra apo familjar i kërkojnë shumë bashortes po nonës për çështjen e domethënë përgatitjes të iftarit. Dhe me këtë ju humb ku për me përfundu adhurime, me krye adhurime ndaj Allahut, për shkak që nuk kanë kohë, duhet më marr me fëmijë, dhe masanej ndoshta do të prej orës 8, 4 apo 2, do të thotë këtë masditja shkon përgatitjen e ushqimit dhe nuk kanë kohë sot duhet për adhurime. I këshillojmë motrat shumë të mos humbin kohë me përgatitjet e iftarëve të ndryshme të llojshme, mos dajnë kohë për lexim të Kuranit, për dhikr ibadet. Edhe një të kohë i këshillojmë vëllezërit të mos mos i kritikojnë nënat, motrat për përgatitjen e iftarit, e ke bëu mirë, se ke bëu mirë, pse s'ke bëu kët, se ndoshta kritikat e tyre janë sebeb që këto pastaj mos me mujt me lexu Kur'an. Pra, burrat, familjarët të jenë të kënaqur me çdo iftar që nanat, motrat e kanë përgatitur. Sepse edhe ata duhet me lexu Kur'an, edhe ata duhet me bëu ibadet, edhe ata duhet me pas pak kohë me adhuru Allahun subhanahu wa taala, edhe pse vetë përgatitja e iftarit është adhurim për agjerusit, por të jemi të kujdesshëm ne si familjar, si burra, mos t'i ngushtojmë ata që për shkak të fjalëve tona, ata e gjithë ditën ta kalojnë me përgatitjet e iftarit, që mos të dëgjojnë ndonjë fjalë e rëndë ose një fjalë që do t'i lëndon zemrat e tyre. Kurse na e dim se edhe pejgamberi sa nuk ka hunger nëse ka kohë dhe nuk ka bozon nëse nuk transmeton Aisha radhiyallahu anha ma aben nabi sallallahu alaihi wasallam ta'am qattun. Asnjëherë pejgamberi sa nuk e ka kritiku nuk ushqimin. In ishtaha akala. Nëse e ka dash, nëse ka pëlqyer, e ka ëngër, nëse jo e ka lënë. E ka lënë po. Thjesht. Tash angazhimet janë të mëdha. Ke parasysh. Edhe ky agjerim dhe më fund kur am iftar, po duhet qëllimi është urtësia dhe me kujtu, me mendu për ata njerëz të varfër që s'kan të hanë hiç.
Ata njerëz të cilët do të me një syfyr vetëm kalojnë. Mos të harrojmë në këto momente, këto lufta, këto gjenocide, këto vujtje që fëmijë, nëna s'kan çka të hanë, e ti krejt mirë të ke sofër, e më në fund jo kjo kësaj shijes po i bën kjo ka mungesë kripës mos e Allah subhanahu wa taala mundet na marrë gjithë ato të cilën ai ka dhënë. Do të jemi falendrues, kemi shumë të mira dhe mos të jemi shkaktar, faktor që gratë, nënat të ngushtohen dhe ta humbin ditën vetëm me përgatitje të ushqimit. Nuk e di ke po një fëmijë pa të pyet një hoxh, i tha llogaritë të xherimit pse nuk kam çka me prish. Po. Ke kur kam lexuar. Është bile çdo vit ripostohet kjo pyetje prekëse se s'kam pas domethënë çka të hanë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhdu ditë 2-3 ditë ka xheru. Pa hiç pa ngrënë kur gjë. Normal Allah subhanahu taala ati kishte dhënë forcë ku vetë më shumë. Dhe sahabët edhe ata deshin ta bëjnë një të gjë. Edhe tha ju nuk jeni si mu. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëjtë Aisha na ka diçka për ngrënë? Tha jo s'ka. Jam ja xherushit. E një krejt të mirët. Syfyr, sofra. Po mashallah. Plot. Një iftar që ashtu edhe më në fund me kërku manaja, kështu që letet si këshill për ne, po edhe për vëllezërit në përgjithësi. Do të shpërblet hoxh. Me gjithë tyre. Amin. Hoxh, aktivitetet në xhami, atmosfera, se e dim se çdo vit kur bëhet muaj Ramazan, normal ndryshojnë gjërat pak më shumë në xhami. Vetë Ramazani vjen me shumë bereqete, me shumë ndryshime, se është muaj ndryshimit, ku ndryshon situata, ndryshon gjendja, ndryshon atmosfera, ambienti. Është muaj i tillë. Nuk ndodhin muajt e tjerë, vetëm këtë muaj. Është muaj i bereqetshëm, muaj i begatshëm. E normal me vetë afrimin e muajit të Ramazanit nisim flasim për Ramazan, kujdesimi për Ramazan, flasim për Ramazan e kështu me radhë. Alhamdulillah kemi disa aktivitete si çdo xhami, si të gjithë xhallarët, Allah i shpërblef për mundin kontributin e tyre. Pra kemi iftare çdo natë në xhami, pra organizojmë një iftare çdo natë, këtë vite më radhë bëm. Për më shumë se 70 persona kemi iftare. Çdo kush njerëz vinë hanë, kupton. Alhamdulillah. Pa marrë parasysh ka nevojë. Pra qëllimi është me fitu sevapin e xherusit, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra këtë kemi në xhami. Kemi post namazit të taravis, kam si program ose aktivitet mes namazit të taravis, parashtroj pyetje, edhe pastaj shpërndajmë dhurat të holla, që janë vlezër, domethënë si sponsorë të cilat kanë shprehë dëshirë që ata të marrin pjesë në këto shpërblime, kështu me kriju ambient të xhamia, alhamdulillah. Pastaj kemi iftare me nxënësit, kemi 3 iftare gjatë këtij muaji të begatshëm, pasi që i kemi të regjistruar në xhami më shumë se 150 nxënës. Alhamdulillah. Veç asaj kemi lexim të Kuranit një orë para namazit të akşamit. Kemi ligjërata në gjuhë të ndryshme. Çdo të hanë para taravis kam ligjërat gjuhën maqedone. Çdo të martë kemi lexim të Kuranit me xhamatin me vëllezërit, masi është edhe muaji i Kuranit. Çdo të mërkur kemi ligjërat gjuhën frenge, edukat islame. Çdo të njëjtën kemi një lexim të Kuranit me vëllezërit me xhamatin. Çdo të premte kemi ligjërat një këshill para taravis dhe pas taravis kemi ligjërata në gjuhën shqipe. Pastaj të shtunën njëjtë kemi para taravis ligjërat në gjuhën frenge. Lidhe me akiden, besimin, dhe pastaj të diellën i kemi nxënësit prej 9:30 deri 12 ora, edhe si edhe 3 iftare që vetë nesër, domethënë, e kemi një iftar me fëmijët e xhamisë. Një javë e ngarkuar. Alhamdulillah me plot bereqet, harmoni, atmosferë, vllazëri, qetësi, kjo shumë me rëndësi, qetësi, s'ka keq kuptime, s'ka muhabete, çdo kush vjen për një sevap, çdo kush vjen për ta pastruar shpirtin, çdo kush vjen për ta qetësuar shpirtin, ta gjejnë atë rahatin. Njerëzit në kalon dynja të gjithë, çdo kush me sprova, me probleme, derte, probleme familjare, në punë, shoqërinë përgjithësi. Dhe vjen njeriu në xhami, vjen ta qetëson shpirtin e tij. Edhe duhet ta gjejnë qetësi në xhami. Xhamia nuk duhet të ketë muhabet, nuk duhet të ketë
Thash që theme, edhe jashtë nuk duhet të ketë gjëra të tilla, por në xhami dresohemi, ushtrohemi që mos të jemi të tillë. Kështu që jo kush e merr Kur'anin, lexon Kur'an, bën dhikre për metin Allahun azza wa xal, edhe kalojmë një muj bashkërisht si vëllezër, i cili muj pastaj do të na mundson që edhe mujt e tjerë ta mbajmë çat lidhshmërinë vëllazërore mes nesh. Alhamdulillah, vërtet se është tërhiqse mas pari muj, po që është i Ramazan, po gjithashtu që the atmosfera, aktivitetet, pastaj vetë i tërhikun me orën në xhami. Edhe në momente ndoshta ku je më i lodhur në tjerë, po tërhik me orë, ndoshta me net pak me vllazni, ndëgjimi i përmendjes të Allahut, këshillave, domethënë është një veçanësi. Është një veçanësi. Veç asaj kemi edhe normal edhe ditët e fundit kemi edhe itikafin. Po. Në xhami, në mënyrë të organizuar. Edhe kemi edhe normal namaz natë edhe ditët e fundit. Alhamdulillah. Hoxh, disa këshilla për ditët e mbetura të muajit të Ramazanit. Shkon 10 ditë. Ne kanë mbet edhe 19 ose 20 ditë. Të tregohemi të shkath, të aftë, të kujdesshëm, të vetëdijshëm. Se ajo që kalon nuk kthehet më. 10 ditë të kalon. Sa shfrytëzum, sa Allahun e përmendëm e kujtum, sa Allahun e adhurojmë, që ato ditë që kalon, val janë ditë që i kalon po me përgojime, me sharje, me fyrje, edhe me gjeri, që Allah s'ka nevoj, edhe asë që ja pranon Allahu, se përderisa robi ja bashkan gjitë adhurimit, sharjen, fyrje, përgojimet, që shë adhuron të Allahun, e ta që kanë met edhe 20 ditë, ose 19 ditë tjera, këshilla është të tregohemi të vetëdijshëm dhe mos të lejon të na ik sekund, jo minutë, sekund pa përmend Allahun, pa lexim të Kuranit, pa lexim të ndonjë libri, pa ndonjë, domethënë, vepër të mirë. Qoftë e lëmoshja sadakaja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para Ramazanit dhe mas Ramazanit ka bo punë të mira, apo? Ka bo namazante ka fal edhe para Ramazanit dhe mas Ramazanit. Sadaka ka dhënë lëmosh para Ramazanit, mas Ramazanit. Kur'an ka lexu para Ramazanit, mas Ramazanit. Ama në Ramazan ka qenë më i shpejtë se fryma shpërndarja dhënie të lëmoshjes. Gjibrili gjo Ramazan i vinte dhe ja përsëritte Kur'anin. Vetëm se vitin e fundit 2 herë Ramazan. E veç asaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse falte namaz natë para dhe pas Ramazanit. Por Ramazan itikaf në xhami. Sepse në 10 ditët e fundit është nata e Kadit, që është më e vlerë se 1 muaj. Mos t'ja bëjmë vetit që ky muaj të dëshmon kundër nesh. Ky musafir si erë që është të shkon. Çdo vjet vjen dhe shkon. Po. Por jo çdo kush pastaj mundet që përsëri ta presë dhe ta shfrytëzon. Shumë kemi pas familjar të afërt që kanë qenë me ne, e kanë agjeru vitin e kaluar. Po si vet nuk i kemi. Dhe wallahi dëshira atyre flakt është që ata të jenë gjallë dhe të shfrytëzojnë këtë ditë. Sikur na mundsohet që ti dëgjojmë zërat e tyre dhe kërkesat e tyre, do ta hupnim vetdijen nga kërkesa e tyre flakt për ta bë ibadet Allahun azza wa jall. Pa undal nga adhurimi i ibadeti. Kërkesa e tyre do të ishte që sa më shumë me vepra të mira që të shfrytëzojmë këtë ditë. Ato masun e shfrytëzojnë. Ja ne jemi gjallë. Tregohemi të vetëdijshëm, të tregohemi të kujdesshëm, të shfrytëzojmë këtë ditë. Mos të kalojmë kohën me ka than, i thash, më tha. Mos të kalojmë kohën me përgojime, me ofendime, me nënçmime, me sharje, me fyrje. Ta kalojmë edhe këto ditë të ndryshimit, ditë që do ta ndryshojnë ardhmërinë tonë, do ta ndryshojnë të ardhmen tonë, do ta ndryshojnë të mbrëmshmen dhe të jashtmen. Kështu që don Allahu azza wa jall na mundson të shfrytëzojmë ashtu siç don ai. Amin. Do nuk përputhet ajo sjellje me kur themi se është muaj i mëshirshëm dhe ne nuk përputhet ajo. Muaj i mëshirës ti më arroganti. Po. Muaj i mëshirës ti shahar si fysi. Muaj i mëshirës më bolla se drejtojmë ty kështu. Jo. Muaj i mëshirës ti përgojus. Muaj i mëshirës ti ofendues. Nuk përputhet.
Po veç asaj, من لم يضع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Kush nuk lën fjalën e keqe. Qaul الزور është çdo fjalë dhe punë e keqe. Në të punuarit me të. Sharje, fyerje, ofendime, nëshmime, përgojime, shpifje, çdo gjë e keqe. Dhe kush nuk e lën veprën, punën e keqe, Allahu s'ka nevojë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai talan e hajën dhe pijen. S'ka nevojë. Allahu si s'ka nevojë për agjerimin tonë të cilin e bëjmë. O s'ka nevojë për asnjë vepër tonë të cilin e bëjmë. Por ne kemi nevojë për të shpëtuar këtë botë dhe botën tjetër. Ne kemi nevojë për pas një përfundim të mirë. Ne kemi nevojë për dalur para Allahut azza wa jall me iman, me besim dhe të shpëtojmë në atë ditën e madhe, ditën më të vështirë. Në ditë kur njerëzit do të qëndrojnë para Allahut azza wa jall, me yaqumun nasu li rabbil alamin, kur njerëzit do të qëndrojnë para Zotit të gjithë botave, do të qëndrojnë edhe duhet të tapin llogari para Allahut fuqiplot. Ne kemi nevojë. Po para mendoj veç asaj që ne kemi nevojë tash, po agjeroj, çish agjeron me mzi pret të fillon Ramazan, të bën iftarin me duhan, me cigare, se duhan gjis, ka sabër, durim shan, fyn, nervozohet të shpi. Jo, jo. Nuk ka logjik. Normal. Nuk ka logjik. Duhet ta shfrytëzojmë këtë Ramazan për të ndryshuar mendimet, ndjenjat, raportet me Allahun, raportet me njerëzit. Dhe ti largojmë dhe të largojmë çdo vepër të keqe që nuk e do Allah subhanahu wa taala. Allah shpërbleft hoxha. Me gjithë. Folëm për këshillat për ditët që kam mbet, ka pak edhe ceke, po si mund të dinë besimtari që muaji i Ramazanit ka dobi tek ti? Për të ditur se muaji i Ramazanit na bën neve dobi fajde, gjatë dhe mas, normal ne para se gjithashtu duhet të lexojmë ajetet kuranore, të lexojmë Kuranin, Sunetin, dobi që ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato dobit imanore, ato dobit fetare, cila është dobi kur ti si besimtar ose çka fiton ti me agjerimin Ramazan, bile kam marrë një ligjërat, shpresoj vëllezërit motrat mund ta dëgjojnë atë, çka fitoj unë nga agjerimi muajit Ramazanit. Pse fitoj? Do të thënë çka fitoj? Pse agjeroj? Fiton devotshmërinë, fiton kënaqësinë e Allahut, kështu me radhë. Po veç asaj edhe kur të dëgjojsh mjekët, mos foli më për atë dhe dobin fizike dhe shëndetësore të cilën e kemi me agjerimin e muajit Ramazanit, dhe që trupi ynë, lukthi ynë në aspektin shëndetësor ne kemi nevojë. Por para se gjithash të flasim për atë shpirtërore, se ajo shpirtërore është e cila na çon pastaj na nxit për t'i bërë dobi vetit edhe në aspektin shëndetësor. Allah shpërbleft hoxha. Me gjithë fillë. Normal se folëm për dobin, po tash si mund ta dim që agjerimi gjatë këtij muajit u pranu tek besimtari? Për të ditë se Allahu na ka bo kabul, na ka pranu, ose na ka bo kabul, na ka pranu këtë ibadet, këtë mund, këtë lushtëti, shikoj vetin pas përfundimit. Nëse ke pi duhan para Ramazanit, shiko a vazhdon mas. Nëse nuk ke fal namaz para Ramazanit, shiko tash mas Ramazanit a do falsh. Nëse ke vjet para Ramazanit, shiko tash pas Ramazanit. Pra nëse vazhdon me veprat e tua të këqija, me atë tanën siç ke qenë para Ramazanit, kungëll para Ramazanit, kungëll mas Ramazanit, kungëll me det. Pra s'ka shfryzu kur gjë, po se i shprazët ka hyrë Ramazan, i shprazët ka dalë çaq. Kjo është një shkollë, në Ramazan është një medrese, një shkollë që hym edhe dalim. Hym ignorant, dalim, shkollë çka bëjmë ne? Mësojmë. Normal. Tamam? E ndryshojmë vetëm, mësojmë, arrim. A më kapi atyre që kungëll hyn në shkollë, kungëll del. Kur që mëson? Top. Tamam? Edhe Ramazan. Ke njerëz të tillë të cilët si hyn dalin, bile mund të shohësh më keq. Subhanallah. Kjo është një provim i madh. Kjo është një bela, është një fatkeqësi e madhe, kjo është një provë e madhe për njeriu i cili të cilit nuk i jepet taufik sukses në shfrytëzimin e adhurimeve, ibadeteve të mirave që Allahu ja ofron robit. Kjo nuk është mirë, kjo është shenjë e mirë. Nëse robi vazhdon me të këqijat, vazhdon me veprimet e tija të këqija dhe nuk ndryshon, dhe nuk e shfrytëzon një të mirë që Allahu ja jep, ja mundson, nuk ka shenjë e mirë për atë. Le të punon me vetin e tij, le të punon me zemrën e tij. Sepse vallahi Allahu subhanahu wa taala kur e di se robi i tij është i keq
dhe zemrën e tij fshihen gjërat të këqija, Allahu vetëm ja çel atij rrugën për në xhenem. Por kur Allahu e di se çka fshe robi zemrën e tij, dhe se robi në zemrën e tij ka dashuri, iman, besim, dëshirë për xhenet, Allahu vetëm jep tofik sukses. Për bo sa më shumë. Thjesht ke njerëz që s'ndalen në bërin e veprave të mira. Nuk ndalen. Sadaka, ditori, këshilla, nuk as ndalen. Pra, e ka marrë njerë, pa e ka marrë, por dikush e ka mundësi, e ka dhënë çat mundësi është Allahu. Allah e ka hap çat rrugë. A për atyre që vetëm keq, vrasje, pra ka marrë një rrugë, valla rrugën e xhenemlive. Kështu që çdo kush që dëshiron ta dinë dhe ta kupton se Allahu e ka kabul ka pranuar adhurimin e ibadetin, le të shikon pas adhurimit të ibadetit. A është i njëjti apo ka ndryshuar? Allah shpërblyf hoxha. Allah na mundsoft me shfrytzu këtë muaj siç dohet. Amin. Na mundsoft me ndryshu, me arrit suksesin, pëlqimin e Allahut, se është qëllimi jon. Na mundsoft ta me mbaru deri në fund. Amin ya Rab. Me qenë i kënaqur, po se nuk e diet. S'di, kemi edhe tamna 29 sipas Hanës, nuk e dim, por s'di më do të shfrytëzojmë, subhanallah. Kështu që jemi të kujdesshëm, nuk na dihet momenti i fundit. Allah shpërblyf. Allah shpërblyf gjithashtu të gjithë vëllezërit dhe motrat që kontribuojnë për këtë projekt në gjitha mënyrat, sponsorët tonë gjithashtu. Allah shpërblyf të gjithëve. Ju falenderojmë. Inshallah do shimin e episodin e ardhshëm. Selamun alaikum. Amin. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.